Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët anë kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, mirë se po takohemi edhe në këtë Ramazan. Në këtë mirësi kaq madhështore që Zoti na ka nderuar me arritjen e Tij, për cilin kërkojmë nga madhëria e Allahut që ta shfrytëzojmë atë përmes gjitha dimenzioneve që ai në vetvete ngërthen, duke u përfshirë nga mëshira e Allahut fillimisht, pastaj edhe nga gjitha përgatitjet, gjitha madhështitë, gjitha privilegjet dhe nderimet që i sjell me vete ky muaj i bekuar. Do të jemi së bashkur përmes disa këshillave që këtë Ramazan të i kalojmë sa më mirë, sa më dobishëm dhe që të jemi prej besimtarëve sa më falënderues e përfitues. Dhe si këshillë e parë, padyshim se meriton të jetë ajeti i Kuranit ku Allahu i Madhërisëm thotë: Ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që besuat, u është bërë obligim juve agjerimi i muajit Ramazanit, ashtu siç u është bërë obligim edhe atyre para jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Ky ajet i Kuranit përbëhet nga tre elemente bazike, nga një thirrje përkthelse e dashur, nga një informim dhe krejt në fund nga një përgëzim. Allahu thot: O ju që besuat. Pra përmes kësaj thirrje Allahu i drejtohet zemrave tona dhe jo trupave tona. Nga se trupat janë vetëm mjet që mundsojnë manifestimin e këtij adhurimi dhe kryerjen e këtij ibadeti në mënyrën më të mirë të mundshme. Por realisht për shpirtshmëri, gjallëri, përjetim të këtij adhurimi i jep zemra. Përjetimi buron nga zemra, pranimi, besimi, çdo gjë fillon nga zemra. Prandaj Allahu na drejtohet me thirrjen më të dashur, më të mirë: O ju besimtar. Nuk na thot o ju njerëz sikurse ju drejtohet shumë njerëzve të tjerë, apo sikurse i drejtohet njerëzimit në përgjithësi, por na thot o ju besimtar. Sepse agjerimi ka të bëjë me besimtarët, me ata që e pranojnë Allahun për Zot, me ata që mesazhin e Allahut, fenë e Allahut e pranojnë si sistem jete, me ata që të dërguarin e Allahut, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e pranojnë dhe e besojnë, njërit edhe e pasojnë si mësues jete. Andaj urtësia kryesore që nxirret nga ky ajet është se Allahu na do shumë. Prandaj na ka përzgjedhur që të jemi prej adhuruesve të Tij përmes këtij ibadeti madhështor të agjerimit të muajit Ramazan. Urtësia e dytë është ajo se agjerimi është ligj hyjnor për edukim shpirtëror. Kema kutiba alal ladhina min qablikum. Pra u është bërë obligim agjerimi ashtu siç u është bërë edhe popujve para jush, njerëzve para jush. Që do të thotë se praktika e adhurimit të Allahut përmes agjerimit është e kahershme. Nuk është diçka e vonshme, nuk është diçka e tanishme. Nuk daton nga Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Është diçka që kanë praktikuar edhe pejgamberët para tij, diçka që kanë praktikuar edhe të devotshmët e kohërave më të lashta, sepse përmes praktikimit të agjerimit gdhendet shpirti, edukohet nefsi. Prandaj ta kanë gjetë preje në agjerim. Dhe për këtë arsye, atyre nuk u ka kaluar jeta pa e përjetuar këtë adhurim kaq madhështor. Dhe nisur nga kjo, Allahu ka dashur që kjo traditë pejgamberike dhe e devotshmërisë të trashëgohet, të pasohet brez pas brezi edhe për nesh si ummeti më i mirë i Allahut subhanahu wa taala. Si ummeti i pasuesve të më të mirit Zotit, të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë Allah përmend si vlerë, pra një prej mënyrave të edukimit shpirtëror, madje prej mënyrave më fisnike, është agjerimi. Dhe në fund është urtësia e tretë, ajo se përmes agjerimit arrihet kulmi i ngritjes, e që është devotshmëria, la'allakum tattaqun. Ky është zatën objektivi kryesor i obligueshmërisë së agjerimit të muajit Ramazan. Allahu kur thotë mirë që të jeni të devotshëm apo të bëheni të devotshëm, me terma të tjerë, kjo përkthehet si që të jeni më të mirë të mundshëm. Ata që dallojnë për gjithë të tjerëve janë ata që janë më të devotshëm. Prandaj Allahu në Kur'an na tregon se ata që Allahu më shumë i nderon, i don, i afron,
janë ata që janë më të devotshëm. Dhe një prej mënyrave, një prej rrugëve që e mundson arritjen e devotshmërisë, mënyrën më të lehtë, më të mirë, më të dashur është përmes agjerimit. Dhe ne si besimtar, nga ky Ramazan, i kemi për detyrë që këto urtësi t'i përkujtojmë, t'i kuptojmë dhe t'i aplikojmë nga ky Ramazan, duke mos u vonuar, duke mos afatizuar, nga se ne e dim që shpirtrat tanë janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala, nuk janë në duart tona. Zemrat tona i zotron Allahu, në thjesht i bartim. Dhe këto zemra kanë nevojë që të ujiten me mirësinë e këtij muaji, përmes agjerimit, përmes pengimit të vetvetes nga shumë kënaqësi, për t'ia dëshmuar Allahut dashurinë tonë ndaj tij, përmes privimit të vetvetes nga shumë gjëra që para Ramazanit i kemi të lejuara, e para së gjithash për ta edukuar veten tonë që në raport me mëkatet e caktuara që deri në këto momente ne kemi mundur t'i veprojmë, kemi pasur aq guxim të tepruar, sa që t'i shkelim kufijtë Allahut, ja tani e kemi rastin për të përmirësuar. Tani e kemi mundësinë për të penduar. Andaj besimtarët e Allahut, përjetoni këtë thirrje, o ju besimtar, nga se Allahu po ju flet juve nga dashuria, nga kujdesi, nga mëshira, po na flet neve, po na drejtohet si besimtar të tij dhe ky është privilegji më i madh që ekziston. Pastaj Allahu po na tregon që kjo praktikë është praktike të devotshmëve. Le të futemi edhe ne në këtë karvan mirësish përmes këtij ibadeti kaq madhështor dhe të bëhemi për atyre që e arrin kulmin e ngritjes dhe të përndritjes, e arrin devotshmërinë, jo sipas asaj që ne mendojmë, jo sipas asaj që ne mund ta konceptojmë, por sipas asaj që Allahu ka përcaktuar dhe sipas asaj që Allahu na mëson. Shihemi herave tjera. Wassalamu alaikum.